Një studente polake e Akademisë së Arteve në Krakov të Polonisë, nga vizitore, është kthyer në donatore për galerinë Art Saranda. Një peizazh i saj i realizuar në një prej rrugëve të qytetit të antik të Butrintit, i është dhëruar kësaj galerie, që tani ka rritur vizitueshmërinë edhe nga turistë huaj. Këtë akt të dhurimi, drejtori Lefter Çeko thotë se ka përjetuar si surprizat nga më të veçanta të këtij sezoni. Unë pikturoj çdo ditë, çdo gjë që shikoj rreth meje dhe është shumë e bukur. Pikturat e mia dua që t'i ndaj me të gjithë njerëzit. Polina tregon se ka përjetime të bukura nga 2 vizitat e saj në Sarandë dhe është e lumtur që nga çmimi i marrë nga qyteti dhe nga galeria e Sarandës i nxiti asaj dëshirën për t'i dhuruar një punë të frymëzuar nga Butrinti, që ja dhuroi këtij institucioni arti në qytetin e turizmit për të bërë emër i saj pjesë e autorëve të shumë të fondit të galerisë Art Saranda. Kur vizitova këtë vend për herë të parë, u ndjeva shumë mirë me njerëzit dhe natyrën përreth. Kështu që unë vendosa ta bëj këtë pikturë dhe t'ia dhuroj galerisë që punimin tim ta shikojnë të gjithë. Ndërkohë që ka nënshkruar aktin e dhurimit së bashku me drejtorin Lefter Çeko, studentja polake e Akademisë së Arteve në vendin e saj ka shprehur vlerësimet për atë çfarë u ofrohet vizitorëve nga galeria e Sarandës. Ishte surprizë për mua sot, në mes të vizitorëve të shumt, vjen dhe një çift të rinjish nga Polonia. Po surprizat qëndronte tek kjo, vajza që piktore, që studente në Akademinë e Arteve të Polonisë, dhe kishte për herë të dytë që vinte në Sarandë, duke vizituar Butrindin, edhe mori iniciativën vetë, bleu një telajo dhe pikturoi rrugicën të Butrindi që të qonë të amfiteatri antik i atij monumenti. Kur vjen me telajon në sqetull, më thotë ja bëj dhurat galerisë së Sarandës, se kam qenë edhe herë të tjera dhe ka pëlqyer galeria dhe dua të lë dhe unë një vepër për galerinë tuaj. Galeria Art Saranda ka tashmë një fond të pasur e veprash në piktura e skulptura të krijuara kryesisht nga dhurimi i punëve përfaqësuese prej qindra autorëve, që përgjatë 13 viteve jetë të këtij institucioni kanë çelur këto ekspozit individuale apo në përbërje të kolonive të artit.